Territori shqiptar për datën 14 prill 2026 do të karakterizohet nga kushte atmosferike të paqëndrueshme me vranësira të dendura dhe rreshje të dobta shiu në disa zona. Paraditja do të jetë kryesisht e vranët në të gjithë territorin, ndërsa në zonat jugore dhe juglindore priten rreshje të dobta shiu. Pasditja vijon me vranësira dhe intervale të pakta kthjellimesh. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 7 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 26 gradë Celsius. Gjatë ditës priten rreth 3 deri në 5 orë me diell. Era do të frujë lehtë deri mesatare nga drejtimi jugperëndimor me shpejtësi 2 deri në 5 metra për sekond. Deti do të ketë dallgëzim të ulët deri mesatar rreth 1 deri në 3 ballë. Indeksi ultraviolet për Tiranën pritet të jetë mesatar rreth 4. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Tiranë do të jetë rreth orës 5:56 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 19:26 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë: Shkodër, 13 deri në 23 gradë Celsius; Kukës, 11 deri në 21 gradë Celsius; Peshkopi, 11 deri në 21 gradë Celsius; Tiranë, 17 deri në 24 gradë Celsius; Durrës, 14 deri në 23 gradë Celsius; Kavaj, 13 deri në 22 gradë Celsius; Elbasan, 15 deri në 26 gradë Celsius; Berat, 17 deri në 26 gradë Celsius; Korç, 7 deri në 15 gradë Celsius; Vlorë, 18 deri në 26 gradë Celsius; Gjirokastër, 14 deri në 23 gradë Celsius; Sarandë, 16 deri në 25 gradë Celsius;